Mirë mbrëma dhe përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Data është 17, muaj është i 4, viti 2026, pra e premte, dhe 4 muaj po e lëm vitin pas. Në ndërkohë, asgjë nuk ndryshon se përket përmirësimit dhe raportit të shqiptarëve në Maqedoni. Vazhdon të mbetet temë numër 1 në Maqedoni, ndryshimi apo devijimi i trases së korridorit 8. Dhe, unë nuk jam kush e di se kush i, por më ka ardhur shumë interesant që politikëbërësit shqiptarë në qeveri, ata të vlinit, vazhdojnë me këmbgulje të mbrojnë qeverin Mickovskin dhe Nikolovskin. Bile, Katrina Zekolli, zëvendësministre e transportit, nuk është decide. Thot, do të lidhet me korridorin 8 Struga, por si? Ku dhe kur? Deklaratat e fundit për ndërtimin e korridorit 8 dhe përfshirjen e Strugës në këtë projekt madhor po paraqiten si garanci të forta nga autoritetet. Megjithatë, pas këtij optimizmi publik fshihet një realitet më kompleks, ku shumë elemente pyetje nga traseja konkrete deri te vendimet e UNESCO mbeten ende të hapura dhe të paqarta. Nga deklarata e Katrina Zekollit as mish as peshk del qartë se një paralajmërim politik dhe infrastrukturor. Struga do të përfshihet kyçet në korridorin 8 përmes lidhjes që kalon nga Ohri. Ja si lexohet kjo më konkretisht. Ajo konfirmon se autostrada Kërshov-Ohër do të vazhdojë drejt Strugës. Thotë shprehimisht, Struga do të jetë e kyçur. Kjo është fjalia kyçe. Segmenti problematik mbetet Trebenisht Qafan, që lidhet drejt për drejt me kufirin me Shqipërinë. Për këtë pjesë pritet raporti UNESCO sepse ka shoqje të trashëgimisë kulturore të zonave të mbrojtura. Edhe pse ministri Lutkov i kulturës këtyre ditëve në prezencë të Izet Mexhitit tha, nuk ka artefakte. Artefakte pra gjërat që janë gjendur si përmendore e kështu statue e kështu me radhë. Sepse UNESCO edhe nuk ka thënë fjalën ja do vika në qershor. Okej. A është kjo një farë presioni ndaj UNESCO-s? Po UNESCO nuk është vlen. Çfarë do të thotë kjo realisht? Po ka një qëllim të qartë që Struga të lidhet përmes Ohrit në korridor. Por nuk është ende një trase përfundimtare garantuar sepse vendimi final varet nga UNESCO. Mund të ketë ndryshime në rrugë. Është më shumë një pretendim garanci politike për lidhje se sa një konfirmim teknik i mbyllur i trasesë. A ka gjasa reale apo është më shumë deklaratë politike për momentin? Nëse shohim pak më ftohtë dhe pa retorika politike, situata duket kështu. Deklarata është më shumë siguri politike se sa projekt i mbyllur. Kur thuhet Struga do të jetë e kyçur, kjo është një formulim tipik për të dhënë garanci publike, por në praktik ende nuk ka një trase përfundimtare për segmentin kyç Trebenisht Qafan. Pra, i mbetet krejt kjo sikur do na vije UNESCO dhe do na sjell dhurata. Arusha kishte thënë, do bëjnë dardhët si vjet. Pse? Se më hahen mua. Arsyetimet sigur UNESCO janë bajate më. VMRO, kryeministri Mickovski, kryeministri Nikolovski dhe vlen mund të plasin bëjnë bau. Korridori 8 e ka trasenë e vetë të shkruar. Trebenisht, Strugë, Kërshov, Stivar, Tetov, Shkup, Kumanov, kufiri Bullgarisë. Çdo autostradë tjetër që del nga trasea e natës nuk është më korridori 8. Nuk është më korridori 8. Çfarë nuk ka? Çfarë nuk do të dëgjojmë? LSDM-ja ka ngritur një kallëzim penal kundër Mickovsit për minimizimin e kushtetutës dhe shkeljen e ligjeve. Hristijan Mickovski повеќе не се крие. Тој е обвинител, судија, кој однапред нарачува судски процеси против опозицијата и неистомислениците. Од позиција на премиер, Мицковски јавно најавува кривични прогони. Таргетира конкретни луѓе од опозицијата и нивните семејства со однапред напишани обвиненија. Неговото "имам чувство" го диктира стравот, затоа што знае дека ќе мора да се соочи со одговорноста. Но, ова е скандал од невидени размери и представува целосно уривање на правниот и уставниот поредок. И за ова мора да понесе одговорност. Изјавата на Мицковски е сигнал дека судството и обвинителството се претворени во алатка за политичка одмазда и прогон на неистомислениците. Методи својствени на авторитарни режими, какви што демократскиот систем не препознава. Затоа, СДСМ денес поднесува кривична пријава против Христијан Мицковски за кривичните дела, злоупотреба на службена
должности и овластувања, член 353, став 1 од Кривичниот законник. Повреда на рамноправноста на граѓаните, член 137, став 1 и став 2 од Кривичниот законник. Загрозување на сигурноста, член 143, став 1 од Кривичниот законник. Бараме јавното обвинителство веднаш да постапи по кривичната пријава, да го повика Мицковски на распит и да се спречи понатамошно загрозување на правниот поредок. Нека докаже јавното обвинителство дека никој не е над законите и дека може независно да постапува, а не само по нарачки. СДСМ нема да се повлече пред заканите. Мицковски нарачува процеси, мислејќи дека со тоа ќе не исплаши и ќе ја запре нашата борба против неговата организирана криминална организација. Но се лаже. Нема да не запре. Да знае дека не му се плашиме. Доаѓа времето. Po pra, edhe dëgjoni, për çdo ditë e më tepër vetëm një fjalë nga LSDM e thonë. Ren. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Dhe. Do ndalem pak te Nikolovski. Ky barem për dallim prej Mickovskit. Mickovski është sikur i mbështjell me celofan dhe lën përshtypje se i mirë është, por ja nga dhe njerë po e krejnë për hundet të tjera të Azam Nikolovski, Ministresha e Arsimit, a në vërtet ai është krejt baba. Nikolovskit unë, si Mesut Shevani, do e rekujtoj një situatë për investimet kapitale. Pra, minister, rajoni Pollogut kush trihet? Dhe kush ja vjel taksat? Republika Maqedonisë së Veriut apo ndonjë shtet i huaj? Kjo është vërtet rënqese. Është e habitshme dhe njëherë shqetësuese mënyra se si qeveria e Maqedonisë së Veriut flet për investime kapitale në regionin e Pelagonisë, në manastiret e Prilep. Është duke bërë gërdin miliona euro, qindra miliona euro. Ndërsa disa të tjera trajtohen si territori huaj. Ndërkohë që zëvendësri ministri dhe ministri i transportit Aleksandr Nikolovski flet për një bum infrastrukturor në regionin e Pelagonisë dhe paralajmëron projekte të reja në Prilep dhe manastir, lind pyetja e thjeshtë dhe legjitime: ku është Pollogu në këtë harë zhvillimi? Ama hiç pespare nuk skuqet freri. Është dhe Pollogu si region pjesë e këtij shteti apo konsiderohet vetëm një periferi që duhet të mbijetojë vetë? Ky rajon me 2 qendra të mëdha ekonomike, si Tetovo dhe Gostivari, me mbi 500.000 qytetarë në shtetas të RMV-s, që kontribuojnë në ekonominë e vendeve një diasporë që mbështet fuqishëm zhvillimin lokal. Vazhdon të mbetet në margjinet e investimeve kapitale shtetërore që duhet të kthehet nga taksat e mbledhura. Ndërkohë që për Pelagoni paralajmëron projekte për rrethrrotullime, ngrohje qendrore, gazifikim. Për Pollogun vazhdojmë nuk bëjmë më as edhe vetëm premtimet, pra nuk bëjnë premtime dhe heshja institucionale totale nga vlen. Kjo krijon një perceptim të rrezikshëm. Sikur në këtë shtet disa rajone kanë prioritet, zhvillimin ndërsa të tjera trajtohen si të padukshme në politikat publike. Pra, zhvillimi i barabartë rajonal nuk është privilegj, por detyrim kushtetues dhe politik. Sa herë që flitet për investime kapitale në Maqedoninë e Veriut, krijohet përshtypja sikur disa rajone, pra deklaratat e zëvendësrit kryeministit dhe ministrit të transportit Aleksandr Nikolovski për një bum infrastrukturor në rajonin e Pellagonisë janë edhe një dëshmi e qartë e kësaj qasje selektive dhe nacionaliste. Unë do i kisha thënë edhe diçka tjetër. Mirë po. Se nuk do ma merrni për të madhe. Vetëm një minutë se kam shumë materiale ta gjej. Nuk ma merrni për të madhe. Pra, vazhdoj të mbetem me një mendim se për shkak të mos investimeve në Maqedoninë Perëndimore, më saktësisht në Tetovo dhe Gostivar, edhe numri i bashk qytetarëve tonë, Maqedonës, është duke rrahë. Sepse duke dënuar mos investime në pjesën shqiptare, ata njëjtën kohë shpërngulin edhe maqedonasët. Pra, Mickovski dhe Nikolovski nuk janë patriota maqedonasë. Po ta duash konvinktënt investosh te aq sa është popullata në Maqedoninë Perëndimore. Por janë nacionalistë të paras. Okej. Nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Dhe më ka befasuar edhe kryetari i Komunës së Çajirit Izet Mexhiti. Edhe Gjini Këfolenki. Kërkum nuk kapën s'poj.
Ama kërkum nuk kapën s'poj, thujnë të tofë. Vlen nuk friksohet nga gazetet e parakoshme parlamentare për BDI-n, ky do ishte fundi i tyre. Po hajdeve bëre më këtë dhe shkoi BDI-ja njëherë për gjithmonë në histori. Trishë dhe ti rahat. Trishë dhe ti rahat. Pra, është një pastër total huqje muhabeti dhe vetëm dalën televizit e Maqedonisë, se ky është shumë i mirë, shumë i mirë. Ishte mysafir në kanalin 5, sa më intervju. Dhe a dini me çka u mor më tepër? Nuk më besoni se më Artan Grubin, po ky Artan Grubin tha, e kam shosh. Dhe tash për ditë më tepër, sigur bindem edhe unë edhe gjithë të tjerët në Maqedoninë Perëndimore se Artan Grubi është marrëveshje e politikë bërësve. Vëmërë dhe për mëne për ndonjë rikthim të mundshëm të Nikola Gruevskit dhe larje borxhit e Bratë Sashës, si dhe për punë të tjera që u ka bërë shërbim bllokut Maqedonisë. Ndërsa Izeti po është në atë lojë. Pra, ti ndihmojnë Artan Grubit duke pritur se dibi ndashit. Dhe elementi vërtet është për të ikur. Dhe duhet të ikë në skenë politikë bërësi. Por, ka faj për Izet Megjitin. Të ndëgjojmë se çfarë thot për Artan Grubin. Kjo jo është për të qeshur, por është për të qafë. На предходната влада, која беше дългови, сега како Артан Груби, вие говорихте много велам за корупцијата, криминалот на таа влада. До ден денешен слушаме за Соравија, какви шеми се правеле преку внукот на Али Ахмети, но таму колку што за Po pra, të Soravia, shte duhet t'i thuhet Ali Ahmetit, ka lexuar deklaratën në Fokus të djalit të vllaut të tij Drin Ahmetit. Nëse Aleksandri i Madh në moshën 23 vjeçare ka pushtuar botën, atëherë pse unë moshën 23 vjeçare mos kes, nuk e di sa miliona euro, tash mos më kapni për fjalë, ama mbi 40 milionë euro thuhet se është bler Soravia. Babaxhan. Me çka? Me dardha kaki, çka thonë të tofë? за моментовството нема отворен случај, единствено случај за лотарија што е отворен. Порнешниот директор Байрами е во бегство се уште, но се врати Артан Груби. Дали се изненадивте што се врати? Добро што се врати, значи добро е. Pra edhe njerë, do bindeni vetë se Artan Grubi është marrëveshje e Izet Megjitit, shokut të më të ngushtë, pa marrëveshje të Ali Ahmetit, kështu në thojza, Ali Ahmeti ka di çdo gjë, sepse Ali Ahmeti ka bërë marrëveshjen me Mickovski, ta tjerët janë krejt në lojë me Ali Ahmetin. И ќе треба да одговарат значи за тие дела, за кои што зборевме во минатото, и че да почекаме, значи он ќе се го каже своето. Малку беше мистериозно и неговото заминување, неговото враќање, се отворија многу сомнежи во јавноста, да речем, дека може би има некаков договор во позадина. Може ли да му го сврти грбот на Али Ахмети и да проговори за тоа што се случуваше? До семе на времето, мислам дека добре што се врати, да се соочи, мислам, со законот, со кршење на законот, со тие и мислам че има можност да се го каже, мислам, колку е он виновен, колку другите. Мисли дека ќе проговори? Па би требало, мислам, треба да каже вистината. Дали има Po pra dëgjohet, pra, këtë është një marrëveshje. Ajde Artan Grubi pevaj, pra, Izet Megjiti paralajmëroi se Artan Grubi do këndoje. Okej. Dhe. Dini, ka pastrues në shtëpi. Ditën e fundit kur duhet të kryet darsma, vjen superpastruesi i zonja e shtëpisë dhe thotë: "Ua, po ti si pas ke bë këtë, si pas ke bë atë, si pas ke bë atë." Dhe e ha pastruesi. Pra, dhe në këtë situatë shojmë se kush do e haj. Sipas gjithë gjasave, Artan Grubi nuk do këndoj. Nuk do këndoj, edhe pse do kishte dashur Izet Megjiti. Që nuk ka folë, thënë të tove Izet Megjiti. Të djathën të majtë, vetëm për një gjë nuk ka folur. Si është e mundur që gjithë ai ndërtim në të zesë në çajir, si do arsjetohet? Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më te. Dhe, e vetë një gjë që deri tash ka pëlqyer te Kristian Mickovski, kryeministri, me kritika ishte se ajo, edhe unë jam për atë, profesorët duhet të bëjnë punime shkencore. Pra, duan pak më të larta, por nuk punojnë. Mbi të gjitha, unë do kisha thënë edhe diçka tjetër. Krit më e dinë dhe zogjtë e malit se Universiteti Nëna Tereza është hapur, që të jetë në kontroll të qeverisë në Shkup, më afër Shkupit, kush është më afër Sultanit dhe Detit është më afër. Pra, dhe Universiteti Tovës dal nga dal duhet të mbyllet. Apo të jetë si ndonjë farë normali dikur që ka qenë. Dhe, dini pse? Pse i besoj? Sepse vërtet shumë profesor universitar është bërë familjarizmi jo i madh, po i stërtërpruar, duke filluar nga ish rektori,
Vullnet Ahmeti e kështu me radhë me familjet e tyre. Çdo njëri, mos flasim për senator, mos flasim për dekana, mos flasim për prorektor e kështu me radhë. Ligji i ri për arsimin e lartë është bërë pikë përplasje mes pushtetit dhe botës akademike, të cilët mendojnë se kjo zgjidhje ligjore do ta cënojë autonominë e universiteteve. Kryeministri Hristian Mickoski me kritika ndaj tyre thotë se nuk duan të punojnë dhe friksohen nga kriteret e reja për zgjedhjen në thirrje akademike. Сите оние политички шпекуланти кои што јавно кажуваат дека се против законот, наводно на тој начин се нарушувала автономијата, импровизира и манипулира. Тие сакаат да работат еден ден во неделата, сакаат плата 120-150 илјади денари, а не сакаат еден труд да напишат годишно. Што им е работа? Ministri i Arsimit Vesna Alevska thotë se më parë janë pranuar disa sugjerime, veçanërisht nga fakultetet e artit. Да, стигна одредени sugestije до митничките факултети. Sepse edhe numri ashtu është i vogël atje i këtyre fakulteteve të artit me keqardhje, sepse nuk edhe po të diplomojnë për artistë e kështu me radhë nuk ka vende pune. Dhe për piktor e kështu me radhë. Por mbi të gjitha. E dini kush e thot të? E thot LSDM-ja për Mickoski një situatë mjaft interesante. Diplomoj të babai vet, magjistroj të babai vet, doktoroj të babai vet, asistent të babai vet. LSDM-ja thot, nuk e tham unë. Dhe. LSDM-ja kërkon edhe ekstradimin e Gruevskit. Ka vazhduar përplasja mes kryeministrit Hristian Mickoski dhe partisë opozitare maqedonase LSDM në lidhje me ish-kryeministrin e ratisur Nikola Gruevski në Hungari. Këtëherë, debati nuk ka qenë i mbushur me nënkuptime dhe me ndjenja, por më i drejtë dhe i hapur. LSDM nuk e qëndron nga kërkesa e tyre, të cilët tash disa ditë kërkojnë nga qeveria që të kërkojnë ekstradimin e Nikola Gruevskit. Ai ka përgatitur qeveria e Mickoskit dokumentet. A është paraqitur një kërkesë për ekstradimin e Gruevskit? Janë disa pyetje retorike nga partia e Venko Filipçes, të cilët ja drejtojnë qeverisë, duke kërkuar sqarime më të detajuara nga qeveria për procedurën e ekstradimit të Nikola Gruevskit. Në vend të veprimeve të menjëhershme po dëshmojmë zvarritje të rrezikshme. Padyshim Mickoski po e ngadalson me vetëdije procedurën për të shmangur përgjegjësinë politike dhe turpin, duke lënë hapësirë për një arratisje të re. LSDM thekson se Ministria e Drejtësisë, qeveria dhe institucionet duhet të ndalojnë së llogariturin dhe të veprojnë më njëherë për të kërkuar ekstradimin e Nikola Gruevskit në mënyrë që ai të përballet me drejtësinë. Ndërkohë, nga ana tjetër, kryeministri Mickoski thotë se institucionet e shtetit janë të gatshme që nesër ta dërgojnë kërkesën për ekstradimin e Gruevskit, por sipas tij, në këtë pikë përgjigjja do të ishte negative, pasi paraprakisht ai tha se nevojitet të shfuqizimi i asilit nga Hungaria. Vladina sednica na Në rastin tonë ish kryeministri ka azil që të dërgohet kërkesa për ekstradim, duhet të plotësohen disa procedura, të hiqet azili. Nëse tani dërgojmë do të marrim përgjigje negative, mundemi edhe nesër të dërgojmë, nuk ka problem, por le të shohim pak punët në mënyrë thelbësore, e ndërsa opozita le të kërkojë që Vasko Kovačevski të kthehet. Okej, është kthyer Artan Grupi bollësht. Pra, gjithandej. Por problemi i gjuhës shqipe do të ekzistojë vetëm si problem ligjor apo për atë se BDI ka për çka të akuzoj Vlenin për mosbatim të ligjit të gjuhëve. Të dëgjoj. Është rindezur sërish debati mes BDI-s dhe koalicionit Vlen lidhur me zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Nga BDI akuzojnë se një deputet i Vlenit vetë ka zbuluar se qeveria nuk po respekton ligjin. Sipas tyre, një postim i publikuar dje nga përfaqësuesi i Vlenit, i cili synonte të paraqiste si sukses publikimin dygjysor të dokumenteve në gazetën zyrtare, në fakt rezultoi si dëshmi për mosbatimin e ligjit nga institucionet. Gazeta zyrtare nuk vepron mbi bazë dëshire politike as mbi bazë vullnetit të momentit. Ajo ka obligim ligjor që shpalljet t'i publikojë në 2 gjuhë sipas rendit juridik në fuqi. Pra, deputeti i Vlenit në përpjekje për t'u lavdëruar në fakt promovoi zbatimin e një ligji që po e kontestojnë çdo ditë. Edhe më e rëndë, me vetë krahasimin që bëri me institucionet e tjera, pranoi publikisht se shumë institucione nuk respektojnë detyrimin ligjor për përdorimin e gjuhës shqipe.
Ky reagim i opozitës vjen pasi deputeti nga radhët e shumicës Adnan Azizi në Facebook shkroi që gjua shqipe nuk preket dhe se këtë e garantojnë ata, duke shtuar që kuvendi 100% e respekton shqipen. Mirëpo në fotografinë e publikuar të gazetës zyrtare, shihen edhe të dhënat për përdorimin e shqipes nga qeveria dhe presidenca të akteve të publikuara gjatë 2025-s, e të cilat te grafa e gjuhës që e flasin 20% e qytetarëve është 0. 100% të akteve të miratuara nga kuvendi gjatë vitit të kaluar janë në pajtim me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Nëse, këtu Adnan Azizi thujnë të tovë u përzi pak ndërbura, kinse dhe ajtë diçka, dhe pse ka në fundit kërkon nuk kapën spoj thujnë të tovë me atë që quhet politik bërje. Të tova është e ka të ndisur. Turli far afera është, turli far burgosi është, turli far në mbyti budalakia në Tetov. Pra, ka pasur mjaft për lajmërime sot se policia e Tetovës më në fund ka filluar që të bëj operacione, por nuk mund të lirohemi nga ajo që policia e Tetovës, pa marrë parasysh strukturën e saj përbërëse të popullatës, nuk është ajo që duhet të jetë. As në komunikacion, as në vrap me kriminalitetin organizuar e kështu me radhë. Sepse vitin 2024 nuk është shumë i largët. Gjysmë vitit derisa vlen ishte në pushtet, me në moment, 400 gram drogë është zënë. Dërsa këtyre ditëve, gati se të gjitha operacionet që po bëhen në Maqedoni, po bëhen në Tetov. Unë jam për atë që të përfundojnë, që të zihen, jo vetëm ai që e ka shpërnda, por edhe kush u ka shitur. Kjo është poenta. Nëse nuk kapen ato që e prodhojnë dhe e shesin, këta që janë stërshitës, dhe harë, për këta të mdhet prapë dhe vazhdojnë. Nuk është okej, por unë këtu për pak nuk u thash lam të mirë, por mbetet një si peng. Mbetet si një peng. A thu, do të ketë dikush që do e marrë përgjegjësinë për shumë çka në Maqedoninë Perëndimore, nëse realizohet ajo që po lajmërohet, se në Maqedoni mund të ketë zgjedhje të parakohshme në maj ose në qershor. Dhe çdo gjë tjetër që del nga kjo, duke paralajmëruar turli far incidentesh, është e kot, pra. Shqiptarët do dinë të bëjnë punët e veta vetë, jo kur do organizojnë të tjerët. Edhe vetë kur do dinë të bëjnë të organizuar nga populli, jo nga partitë politike, sepse të gjitha partitë politike shqiptare deri tash në Maqedoni treguan se ose janë të kapura nga pushteti ose janë në funksion të pushtetit. Në funksion të shqiptarëve kur nuk ishte dhe lufta 2021, atëherë. Ciao bella. Këtu unë ju përshëndes, dëgjohemi nesër mbrëma.